Mejre Melika po kërkon tash 4 muaj drejtësi për rastin e nënës së saj, Zeynep Elika. 4 muaj më parë, Zeynep Elika ishte goditur për vdekje nga një kamion i kompanisë Renelual Tahiri, i cili po transportonte beton për ndërtimin e kompleksit Frutex Residence pronë Shaqir Palushit. Teksa kërkon drejtësi për nënën e saj, Mejre Melika në një prononcim për gazetën Insideri ka deklaruar se është manipuluar përmes një dokument pajtimi, i cili sipas saj i është dorëzuar nga një person i përfshirë në ndërtimin e Frutex Residence. Rasti kur ka ndodhur një kohë në shtëpitë e mami jem, domethënë, te Banesa. Atër ajo u bë gati, domethënë, për me shku me marr bukën te Halil Kastrati, që i merr ke gjithmonë, domethënë aty u konë që një 5-6 vjet tu e marr prej aty. Edhe unë më ka normal të e pritë, se kom pas me pritë ato edhe normal me shku në shpitem. Atëre e ka shkel, du me thonë, kamionit e Banesa, ku është u marru që tash. Ajo konë, du me thonë, kamioni betonit. Edhe nana e më qysh e dim në ka në rrugës vetë të hecë, du me thonë, ofër trotuarit. Ai nuk e ka po, edhe e ka shkel, du me thonë, i ka hypë për mi si për nonën tem. Kur e ka vrejt atër që ka shkel diçka, edhe njëherë u kthy, e ka shkel edhe e kalon për toke. Edhe atëherë, do me thonë, baba jem me vllavin tem jënë konë poshtë e Banesa, se prej Banesës tem dejtë Makipilari aty shihet, adin që ka ndodhë cen, edhe kur babi jem, vllavi jem e kanë po që diçka u mbledh aty ka shumë guzhëm, jo në afru me këqyrë se qka po ndodhë. Atëherë e kanë po nonën tem për toke, edhe babi e ka njohë që është, edhe ka ardhë vllavi atër të më tregu, të më lajmëru, të thonë, hajde se mamën e ka shkel, mama në lap. Unë se kom besu që ka vdek, se kom di që qka ka ndodhë, kom thonë ajo është gjallë dhe në shashtë më prit për me qute mjeku. Edhe në momentin kër unë kom shku jo më afru, e kom pa kamionin e madhë, o konë policia, jo në konë emergjenca, edhe nona jem u konë atëre, kër e kom këthy krytë, mama u konë për toke. Dhe ajo veç kish vdek atëre. Do me thonë orën 12:50 e ka shkel, në 12:57 ajo veç kish dhënë shpirt për 7 minuta. Edhe kër e kom pa mamën atër, policia s'na kanë lonë mua afru, adin s'na kanë lonë me pa. Edhe masi që atëre e ka marrë Prishtina me njëherë, do me thonë 3-4 orë ka nejtë kufoma në tokë, ka ardhë Prishtina e ka marrë edhe u shku. Atëre qka, do me thonë qka më ka me të pik një sen është që për derisa nana e më konë që aty e vdekun, ka vdek një person edhe prej ajo me njerë që ka shku, me njerë ja ka njësë puna me u zhvillu, do me thonë, me ndërtu Banesën. Nuk kanë maj, do me thonë, bile pak respekt që qatë dit bile mos me punu. Edhe në momentin që, për shemull, ja njësë me ndërtu një Banesë, që sheti unë duhet me uqit shiritat, me kalëgju që nuk duhet me kalu këmsort, e nona e më në mënyrë që shkoku që asoj Banesës edhe për shkak që ati kamionit Banesën që jenë të ndërtu këta Golden Eagles, këta nuk na kanë lajmëru, do me thonë asë nuk janë paraqit, bile më ardhë me bo një kërkim falë ose diçka. Kur qëfar seni prej ty vyç, ama ajt shoferi i kamionit, do me thonë kompanistë Renelual Tahiri që është ajo kompania, ata do me thonë prej momenti që ka vdek mami, ata kanë qu njerës, do me thonë shumë kanë qu njerës që për më pajtu, po si fillim në njerës që kom pranu, ase më mardën në barezat mamit, ase në shpen nuk dojsha, do me thonë. Po kur kanë ardhë atër plot, këna thonë, okej, po shkojna bile, veç më marrë veç me kompanin, do me thonë, jo me familjen e shoferit njerë. Kur kemi shku me bisedu me kompanin, atër ata normal kanë shprej keqardhja për neve, do me thonë, kallëgjëshin që e kanë kishën, do me thonë, një fardhim të që e kanë edhe ata, edhe ja ofrun, do me thonë, babi tem një dopare që janë veç për ndim, do me thonë, adin se e kanë marrë veç që babi jam i ka kushtet pak të vështira, edhe nëna jem që kishë është e marrë bukën të Halil Kastrati, kanë dosh me na ofru si ndim. Ndima, do me thonë, nuk konë veç 5.000 euro. Ama nan, do me thonë, ka ardhë atë rasti me u pajtu me familjen që adin babi jam e ka bo këto për hirë të zotit, do me thonë, që nuk e ka shkel ndoshta me qëllim, edhe na thanë që duhet me u pajtu me familjen kur të mbledhemi me full me sigurimin, për sigurimin e nonës tem. Sa ata thëshin që mëtojme në ndimu për sa ma shpejt me i dalë babit sigurimi, adin për me në ndimu. Edhe momenti kur ka ardhë familja, do me thonë ka ardhë djali vetë edhe 3 burra tjerë, nuk i kom njoft, jo në konë pleq, na e kemi dhënë dorën. Po na njëse nuk e kemi ditë që qatë letër që jemi të e në nshkru, na kam e shkru në prokurorin, do me thonë nuk na kanë tregu. Ata na kanë dhonë një farloj kontratë, unë e kom ledzu kontratën, kom thonë nuk kom qef njëra me në nshkru pa e ledzu. Ama qatë kontratë, do me thonë është veç që na jena të falt me familjen edhe që nuk dojna hakmare. Adin?
Edhe na kena thonë, na jena të falë, ama unë ja lo gjyqi çka të vendos. E kush e ka përpiluar kontratën? Kompania, po, kompanisa, ata na kanë ndonë qatë letër. Atëre ku marrë vesh mas një jave dy që ajo është umajt para burgim shtëpijak. Edhe mu që kysen nuk më ka pëlqy. A din, okej, na ja kena falë për hirë të zotit dhe jena të falë me familjen e vetë, ama... Më thonë njerë u kom para burgim, tani është... Po, tani është para burgim që tash është shtëpijak. E qajo letër që ka me shku në prokurori unë nuk e kom ditë. Edhe kur ra puna sigurimit, ata neve na kanë ofru një shumë të vogël, do me thonë për mu, për motrën, për vllavin edhe për babën tem, se cili ka 6.000 euro. Edhe unë s'jom pajtu me të cen se ato nuk e ka shkel një bicikl, adin ose një traktor ose një kerri thjesht. Ato e ka shkel një kamion që bile dhe 2 herë, apo kupton, se ti shkon një herë, okej, po 2 herë. Edhe kur u kon shumë avesh 6.000 euro, atërë nuk kom pranu më kur gjo, kom zonë me një herë avokat, kemi shku të prokurori. Edhe në ka ardhë një sen që di që pse s'na kanë thirë, që tash nëna jemi bën me të 11-3 muj, që unë s'kom marrë thire as prej prokurorit, as prej gjukatës, as hiq prej kërkujna, që me dalë do me thonë me kallxu ras, nëse me na marrë pyetje që shkojnë këtu punë, se neve na nuk kena provu, do me thonë është sefte rasti që na ka ndodhë, nuk e kemi ditë. Kur kemi shku të prokurori, na thanë që po nas kemi pas me umërtuvin qysh me ju thirë. Kur ai prokurori do me thonë e ka krejt dhanat e tona, krejt dosjen e ka. Por që ata atëre, dy gjyqë të ashe një vetën shumë keq se po mdoko që është bo një pa drejtësi ndaj nesh. Edhe që s'na kanë marrë parasysh. Ju po besoni që ju ka mashtru në përmjet kësaj? Që kjo është mashtrim, për derisa te na nënshkrujmë për një letër, edhe nuk e dim që kjo ka me shku në prokurori, unë te kisha ditë që kjo letër shkon prokurori edhe ai ka me dalë me majtë para burgim shtëpijak, unë se kisha pranu. Avokati i familjes Genxhini në një prononcim për gazetën Insideri ka deklaruar se në kohën kur ka ndodhur incidenti nuk ka pasur sinjalizim që paralajmëronte rrezikshmërinë në punë. Ai gjithashtu ka thënë se dokumenti për të cilin pala dëmtuar pretendon se është manipuluar është përdorur nga prokuroria si provë për zëvendësimin e masës së paraburgimit me masën e arrestit shtëpiak. Ky rast është shumë rast tragjik dhe rast i ndihshëm sepse në qendër të qytetit në vend publik ku kalojnë qytetarët në ndërtim të sipër të banesës, ashtu siç po tregohet apo dëshmohet se ato banesat i bën Golden Eagle, aty ka ndodhur një vdekje tragjike pikërisht nga neglizhenca e personave juridik të cilët janë të kontraktuar për ta ndërtuar atë banesë. Pra bëhet fjalë për firmën Renault Tahiri e cila i ka ndihmuar personi tjetër juridik firmës të banesës të Golden Eagle që ndërtohet ai banesë. Këto firma të cilët neve që kemi paraqitur në procedurë janë palë tani më dhe duhet të ndëshkojnë dhe të bartin përgjegjësinë penale. Në vend punishte nuk kanë vendosur shenja sinjalizuese dhe nuk kanë krijuar shtigje për qytetarët dhe kanë rrezikuar jetën e qytetarëve. Që edhe tani tutje po të kalohet në atë vend, do ta shikojmë se është një vend shumë i rrezikshëm. Sepse është një vend ky që e lidh qytetin e Prizrenit dhe është vend që patrullojnë qytetarët. Fatkeqësisht në këtë vend, domethënë në vend publik për të kaluar rrugën, për të trupuar rrugën, ka kaluar zonja Zenepe dhe tragjikisht ajo ka humbur jetën pikërisht nga neglizhenca e këtyre firmave. Në këtë rast vozëci që ka qenë është vozëci i firmës Renault Tahiri. Zonja nuk e ka parë dhe e ka shtypur mbrapa me kamion disa herë dhe është një pamje tmerruese me video se si vlerësohet dhe si do të dëshmohet domethënë kjo në procedurë penale, por jemi befasuar ne edhe pse ka vdekur një gru. Aty nuk janë ardhur punimet, edhe nuk janë vendosur shiritat dhe nuk janë paraburgosur edhe këta persone juridik. Pra ka një neglizhim, ka një drejtësi selektive, pasi që tani kemi kuptuar që këtë çështje po e trajton prokuroria, po prokuroria po e trajton vetëm për subjektin, para bëhet fjalë për atë që e ka vozitur kamion, e jo për subjektet të cilët e kanë pruar si rezultat shkakun e vdekjes. Pra ne tani kemi qitur para përgjegjësisë së institucionit, faktikisht personat juridik, bëhet fjalë për Arkin Group dhe Renault Tahiri dhe nëpërmjet kallëzimit penal në prokurori ne kërkojmë drejtësi dhe ky rast trajtohet në mënyrë më dinjitoze sepse ka humbur jetën një pjesëtare e komunitetit rom, një familjare e cila ka lënë një familje në gjendje të rëndë ekonomike. Andaj ne jemi befasuar, unë posa ka marrë rastin kur kam biseduar me zonjën, ajo më ka thënë që në këtë rast familja personi juridik Renault Tahiri ka shkuar në familjen e saj për të shprehur ngushtimin. Po me të shkuar në ngushtimin për ta shprehur, kjo familje, viktime ka pritur ata, por ata kanë lënë një zarf. Gjë që ai zarf në vlerën në shumën për 5.000 euro nuk është pranuar nga viktima. Pra nuk ka qenë një vlerë që
i përgjigjet kompenzimit dëmit pasojave. Pra ka qenë një vlerë të themi një vlerë qesharake, vetëm e vetëm për t'i mbuluar disa shpenzime dhe ne t'ju gjindet në popull, si thuhet, po me atë rast zonja Mereme ka nënshkruar edhe një marrëveshje. Ajo marrëveshje ka pas një kuptim tjetër, realisht u dashur të ketë një kuptim tjetër, por kjo marrëveshje e cila është përpiluar nga firma Renale Tajiri, pra vetë janë ata autor, është përdorur në prokurori si provë dhe ka vendosur ndoshta kushtimisht ta themi në lehtitë dhe institucionet se kjo familje është e kënaqur më aq shumë dhe janë pajtuar. Dhe kjo marrëveshje në letër, pra shumë qesharake që s'është dakorduar familja dhe kjo marrëveshje ka kaluar në prokurori e që prokurori tani ja ka ndërprer paraburgimin personin që ka shkaktuar rastin, domethënë me pasojë vdekje dhe tani është çështje që duhet na brengot gjithëve dhe unë si avokat jam kyçur dhe do të shtyj përpara proceset të kuptojmë se kush është shkaktari dhe pse këto dy firma nuk janë ndëshkuar dhe çka po bën inspektorati i punës. Pra inspektorati i punës e ka neglizhuar, nuk është afruar, nuk i ka vendosur shiritat dhe kërkojmë që kjo çështje të trajtohet sa më fort tek prokurori dhe personat përgjegjës të marrin dënim meritor. Ndryshe nga pretendimet e palës së dëmtuar nga kompania Arking SHPK, i kanë thënë gazetës Insideri se në punishte ka pasur sinjalizues për punime dhe se rruga sipas tyre ka qenë e bllokuar. Mas qitej rasti, a ju ka inspektuar ndonjëherë inspektorati i punës? Asnjëherë. Pala ankuse po ju akuzon juve që nuk keni pas shenja parandaluese për punime të rrezikshme. Madje Po ajo kanë edhe bllokuar në rruga. Kanë leja, shenjat edhe rruga edhe është leja që kem drejt në blloku rrugën. Ekziston leja, ekzistojnë shenjat, për më tepër aksidenti nuk ka ndodhur në punishte. Në këtë rast do të më marrë një inxhinier që e kupton organizimin e punishtes. Shpedi, a keni inspektor, inxhinier, ajo gazetaria juaj. Nëse nuk keni, atë është gabim. Po inderu, nga jena gazetar edhe i marrim kallëzimet penale, e shohim çka kanë kallëzime penale, edhe në bazë të kallëzimeve penale, unë t'i parashtroj ty pyetjet. Unë e kuptoj, po edhe pyetja do të më pas logjik, më bon, po këto e kuptojnë veç inxhinieri që e din, sikur qysh me marr, nëse unë shkoj në parukeri, nuk ka kurfar logjike se e din shumë mirë që jetojnë në Kosovë edhe shumica e kompanive nuk qesin shenja parandaluese për punime të rrezikshme. Edhe është më se e udhës në ndonjë që ke punë. Unë flas vetëm për kompaninë tim. Unë është me një të kompani Arking, me po so punohet te siguria, so punohet transport. Në çdo herë, por të vish një gabim e kem që nuk e bëm se nuk e kem obligative, çdo shej që në rrugë na më bë foto. Se ti shkon edhe çka foto, tani më i shko kul, ne do të kishim pas çka më fol. Por ndryshe rruga ka qenë e bllokuar. Edhe aksidenti prapë ta cekin nuk ka ndodhur në punishte. A u kon betoni tuar në punishte? Por nuk? Betoni, a u kon tuar në punishte? Betoni e ka kry punën në punishte, edhe ka dalë u kyç në rrugë, edhe tani e ka shkaktuar aksidentin. Kur u kyç në rrugë. Jo tu kyç, ta kem të qartë. Është kyç, ka vazhduar edhe 30 metra edhe ka shkaktuar aksidentin. Për që ta edhe policia me logjikë kanë cilësu aksident rrugor, jo aksident në punishte. Me që logjik, punishtja bjen poshtë, diskutohet aksidenti rrugor mes çoferit edhe të këmsurit. Në këtë rast as kompania nuk ka marrë kurfar përgjegjësia këtu. Se çka me marrë përgjegjësi? Shoferi ka shkaktuar një aksident në rrugë.